Kodi zgjedhor përcakton që një parti të futet në parlament duhet së paku të marrë një prag prej 1% të votës kombëtare. Sipas reformës të dakordsuar gjatë verës së vitit 2024 mes pozitës dhe opozitës, për herë të parë në këto zgjedhje do të aplikohet formula me 2 kategori. Lista e mbyllur ku emrat janë fiksuar nga kryetarët e partisë ku votuesi nuk ka mundësi të ndikojë në të, dhe lista e hapur ku kandidatët fitues përcaktohen nga vota e qytetarëve. Kodi i ri zgjedhor i detyron partitë dhe koalicionet që të fiksojnë në të gjitha qarqet një total prej 46 emrash ose 1/3 e kandidatëve në listat e mbyllura. Për të siguruar një vend nevojiten një mesatare prej 10.000 votash, por ajo ndryshon nga qarku në qark. Kjo do të thotë se ato e kanë të sigurt fitoren kur bëhet fjalë për partitë e mëdha, pasi një subjekt i vogël, nëse siguron votat në bazë qarku për mandate, duhet kalojë edhe pragun kombëtar prej 1%. Gara e vërtet do të zhvillohet mes emrave që janë në listën e hapur ose siç konsiderohet ndryshe, lista jo e sigurt. Në këtë listë janë renditur mjaft personazh politik të njohur. Ndryshimet e kodit zgjedhor u japin mundësinë të ngjiten në vendet e sigurta. Kjo ndodh nëse ata arrin të marrin 10.000 plus 1 vot. Tirana është qarku me më shumë deputet, ndaj lufta më e madhe bëhet pikërisht për të fituar kryeqytet. Në total Tirana do të prodhojë 37 mandate, nga të cilët 12 janë të fiksuar me kushtin që partia politike për cilën ato garojnë fiton votat për t'i çuar në kuvend. Deputetët e tjerë që ndodhen në listën e hapur duhet luftojnë për votën personale, jo vetëm me kandidatët e partive të tjera, por edhe vetë brenda partisë. Kandidati që do të rezultojë me votat më të larta mund të ngjitet si për vijës së kuqe dhe të shkojë në parlament duke skualifikuar kandidatin që ishte e renditur i fundit i listës së mbyllur. Deputetët e listës së mbyllur mund të konsiderohen edhe deputet të emëruar dhe jo të zgjedhur. Sipas formulës që aplikohet këtë vit, 92 prej tyre janë përcaktuar që në momentin që listat janë depozituar në KQZ. Ditën e zgjedhjeve qytetarët do të votojnë për 48 të tjerë që aspirojnë karriken e deputetit. Për ta ilustruar, le të marrin sërish si shembull qarkun e Tiranës. Në këtë qark, në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, Partia Socialiste fitoi 18 mandate dhe Partia Demokratike 15 mandate, 2 LSI dhe 1 PSD. Supozojmë se edhe këtë vit do të ruhet ky rezultat, që do të thotë se 12 kandidatët e listës së mbyllur të Partisë Socialiste dhe 12 kandidatët e Partisë Demokratike nuk i zgjedh votuesi, pasi ata tashmë bëjnë pjesë në listën e privilegjuar. Pra 2/3 e deputetëve që do të shkojnë në parlament janë nga lista të sigurta, dhe qytetarët me votën e tyre do të mund të zgjedhin vetëm 1/3. Formula është kundërshtuar nga partitë e vogla, që në këto zgjedhje kanë përdorur një hile për t'i shpëtuar penalizimeve. Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet në pamundësi për të shmangur detyrimin e KQZ-s për vendosjen e 46 emrave në listat e mbyllura, kanë vendosur si kandidat fiktiv familjarët e tyre me strategjinë e dorëheqjes më pas. Në fakt, hulumtimi mbi listat zbulon se partitë e vogla masivisht kanë futur emra fiktiv në lista. Disa prej tyre me gjas nuk ja kanë iden se janë kandidat. Partitë e vogla janë detyruar që në listat të mbyllura të fusin emra familjarësh apo të afërm të tyre, me iden që pas zgjedhjeve ata të tërhiqen. Në këtë formë do të respektojnë dëshirën e tyre për listat hapura, por edhe ata që i kanë mbështetur. Siç konkludon Inside Story, renditja e listës hartuar nga kryetari i partisë mund prishet vetëm nëse një kandidat i listës së hapur merr më shumë vota parapëlqyese se sa mesatarja që ka marrë partia për të fituar një mandat deputeti në atë qark.